Ajo që presun është që, po them, është kombëtare një nivelli tjetër. Ajo jo vetëm që është si kombëtare kompakte, po edhe ka individ mrenda ekipit që di me bëjë diferencë, ka absolut Çallangu, Arda Guler, basha pastaj ka shumë lojtarë tjerë, Barash që vërtet bëjë diferencën. Por them e njerë, kombëtare jonë, me gjithat hezitimi që gjithmonë e kemë kullu me kombëtaret matë mëdha që realisht logaritëm. Jo në zakonisht, sepse nga njëherë sikur kemi lujtur më mirë me kombëtaret mëdha se sa më të vogla. Jo, po flas, me gjithat hezitimi që këpo, këta gjithmonë neve po na tregojnë të kundërtën. Kjo është një tregues që përkundër asaj që është një nivel tjetër, edhe kombëtare hyn do të hyj me një nivel krejtësisht tjetër, sepse domethënë gjithë ato parametrat tash janë që ne me hymë me një nivel tjetër, sepse kem të regu që vërtet me këtë fitore, edhe me mënyrë se kemi fitu, po dhe kombëtare ka kalu nivel tjetër. Edhe mendoj që prej asoj logjike do të me fillu dhe takimin me këto. Normal, po them njerë, Turqia është tjetër nivel, por stadiumi fusha Fadil Vokri, është fush e cila neve në përshtatë. Skalojnë letë këto. Absolut, asë një kombëtare. Bëdo ne kemi po dhe kombëtare që ka në me emra. Asë një nuk ka mujt me tregu nivelin e tyre real që kanë. Suedin, kemi mundur ekipen. Për atë arsye po them, kjo është vetëm një takim, ku presioni është tek kombëtare turke, nuk diskutohet. Një kombëtare e cila... Që është presioni tek kombëtare turke? Një kombëtare e cila gjithë kombi, gjithë opinioni sportiv bëbët nërë, e logarit favorite absolute. Presioni psikologjik është të ta, gjithmonë është të ajatë ekipje. Tek ne është të kunder ta. Edhe ne do të ketë big me shfridzu, kështu që u mendoj, do tjetë një, nuk diskutohet një takim shumë i vështirë, me një kundërshtar shumë i vështirë, por po theme njëherë pa dosh me kalun në optimizme të tepër, sepse po them këtë pjesë do në pas kujdes. Edhe optimizmi të tepër mundet me konë kontraproduktiv, por unë jam optimist i moderuar në këtë aspekt, edhe kështu që mendoj që me një optimizm shumë moderuar, do të thotë që ne kemi gjasa mos them barabarta me këto. Po edhe Turqia ka të lashët e veta, pra e pam... Nuk është se... Ndonë se sonte e mundi Rumanin me një farmaturie, s'po jap shumë analizën, por po them ndeshjet kalume kemi parë që pësën shumë gola. Pak si Kosova duket, është më e furishme, por pësën gola. Është edhe kjo ma shumë i koshton me mendje pjesës ofanzive, kështu që në këtë pjesën defanzive ka defekte, ka të regu dhe më herës që sa të ju ka pësu gola, kështu që është një të regus që nuk do të thotë që ne nuk do të kapim atë elemente edhe po theme njerë, unë jam shumë optimist që këtë takim do tjetë takimi barabart. Takimi barabart, po ku mund tjetë përparsia? Fadil Vokri, apo nga njerë dinë si kur sonte për Slovakin stadiumi vendas tjetë edhe të kryot në dhe barë? Kjo është tash një tjetër gjashtë. Kjo është finale vërtet. Fadil Vokri është elementi kryesor, është përparësia më e madhe Fadil Vokri. Është fusha, nuk ka shumë shikus, po ata pak shikus e bojnë atmosferë të jashtëzakonshme. Do jetë për plot. Absolut, kështu që pastaj po them njerë, është mënyra si ka performu kombëtare jonë, jo vetëm këtë takim, na jep shumë shpresë. Është besimi që është rrit me këtë fitore. Është entuziazmi i cili do të na shërbej pozitivisht, entuziazmi i cili do të më ditë më menaxhu, që normal nuk diskutohet që fota do të dim ta menaxhoj. Gjitha këto janë ato që neve do të na rrisin ato raste, shansin edhe më të madh për me dal nga ky takim. Tash po them njerë, ajo që do të me shmang, nuk diskutohet që tash do të reagoj trajneri, është këto epizodet sepse me Turqin nuk mundë me pasoj, nëse bojmë kësi gabimi që kemi bësot. Turqia nuk ta falë. Pastaj me Turqin mu rikëthy, si që mi rikëthy, mi rekuperu situatat, disfavorshme që i kemi. Sekundë Slovakis, po them është e pa mundë pastaj. Kështu është ai kujdesi që të me pas, po them e ajo maturia, ajo durimi, si do më durimi maksimal, që mos me dalë prej asoj strategjisë lojës, edhe mos me bo gabime si që kemi bësot, është a qesi këtë që ne do të mendoj që do të shfrytëzojmë maksimalisht.